Ndeshta vetëm të shtoj që qeveri e formuar nga opozita vije në shprehje vetëm nëse partia fituese nuk arrin ta formojë qeverinë. Prandaj unë mendoj që e para do t'jetë lëvizja vetëvendosje që do të provoj, e nëse ajo nuk arrin të formoj, atëherë Kosova nuk guxon të mbetet pa një qeveri dhe atëherë do t'i kaloj mandatit të dytit në këtë rast PDK-s, e cila mbetet të shohim se do të ftoj kë do të ftoj në qeveri, edhe pse e ka bërë të ditur se preferon të aftoj LDK-n dhe partitë të tjera. Pra, deshta vetëm të them Korabit që megjithatë lëvizja vetëvendosje, vendimi i gjykatës kushtetuese ja siguron të drejtën për ta themeluar qeverinë. Nëse nuk arrin, atëherë ne nuk guxojmë të mbesim pa qeveri dhe duhet të kalojmë në opsionet që e përmenda, por në anën tjetër megjithatë unë po shpresoj sepse edhe në të kaluarën kemi pasur barikadime të këtilla të kësaj natyre e fjalë nga më të ndryshmet, mirë po në fund kanë arritur të gjejnë një konsenzus dhe ata shpresoj të bëhet një konsenzus i gjithë përfshirës, i të gjithëve, duke e përfshirë edhe partinë fituese në këtë formim të qeverisë. T'ju marrë dhe një koment shumë shkurtimisht nëse mundeni nga 1 minutë secili për presidentin. Për president, ose po e nisë më saktë nëse Vjosa Osmani e shihni sërish në rolin e presidentit për një mandat të ri, apo është komplikuar situata politike deri para pak kohësh paktën që tek pjesa parazgjedhore, qëndrimin që ajo ka mbajtur her pas here, marrëdhënia e saj me Kurtin, nëse edhe ai do ketë mundësinë që të jetë edhe kryeministri i vendit. Atë filloj unë? Po. Okej. Po presidentja do thotë në vitin e ardhshëm i kalon mandatin, nga ajo që po shihet dhe ajo në fakt edhe që ju e përmendën, është vërejtur se nuk ka më raporte shumë të mira edhe me vetë zotrin Kurti. Në anën tjetër nuk e shoh si të mundur që partitë në opozitë ta votojnë edhe njerë zonjën prezidente për një mandat të dytë, nëse nuk ka një marrëveshje politike. Dhe për të pas marrëveshje politike nevojiten 82 numra që është e vështirë secila në këto lëvizja vetëvendosje nëse e formon vetë qeverinë në maksimum mund të arrijë 61 me ato që i kemi përmendur në të kaluarën, po edhe opozita, kështu që unë nuk e shoh si të mundur përveç nëse ka një dakordim paraprak që do ta mbështesin edhe një mandat të saj. Përndryshe zonja prezidente nuk duhet ja hupur mundin, ka bërë një përfaqësim shumë të mirë në politikën e jashtme dhe ka bërë punë të mira për Kosovën sa i përket politikës së jashtme dhe nuk është që nuk do të ishte përfaqësim i mirë, megjithatë presim të shohim. Është përfolur mjaft shumë që mund të ketë edhe ndonjë kandidat konsensual nga ndonjë familje e njohur, siç është familja Jashari, dhe mendohet që nëse bie një propozim i tillë, asnjëra nga partitë pra nuk do ta refuzonte, do ta kishin të vështirë të thonin jo, kështu që të shohim se si do të bëhet. Korab, do të marrë dhe ty një koment për çështjen e presidentit, edhe pse është një çështje e cila do pak kohë sigurisht, edhe pasi të gjendet edhe një lloj bashkëpunimi, nëse do të gjendet një lloj tillë mes partive për të sjellë edhe kryeministrin apo qeverinë e Kosovës. Unë mendoj që zonja presidente do të jetë përsëri kandidate për shkak të veprimtarisë së saj të dobishme për vendin. Ajo vetë para disa ditësh ka thënë që do ta vlerësojmë nëse është mirë për Kosovën, do të thonë do të kandidojë ose jo. Por unë e shoh që ajo do të jetë kandidate dhe mendoj që Lidhja Demokratike e Kosovës ka shumë më tepër gjasa që të angazhohet në një koalicion me kryeministrin Kurti, se mos të harrojmë, Lidhja Demokratike e Kosovës është në një proces të thellë ristrukturimi dhe ringritje sistemit të saj, ka organizuar të gjitha degët e reja në Kosovë